Në ditët e nxehta të gushtit, duket se të gjesh një vend në hije, ku të kalosh disa momente të freskëta, nuk janë edhe aq të pamundura. E një nga vendet më të frekuentuara nga mosha të ndryshme është edhe sheshi tek Shatërvani. Në këtë vend, ku gjelbërimi nuk mungon, edhe moshat e thyera e shfrytëzojnë për të kaluar me miqt. Duket se problematikat nuk janë të vogla, pasi në stolat që janë vendosur për të pushuar qytetarët, shihet mjaft qartë se prej shumë kohësh nuk është vendosur dorë mbi ta. Duke qenë se hapësirat e disponueshme për qytetarët nuk është e mjaftueshme, disa të tjerë zgjedhin të ulen në bar, ku pjesa më e madhe e këtij vendi gjendet e mbuluar me ujë, ku edhe pse në mes të ditës bari i kësaj zone vazhdon të ujitet, duke krijuar kështu pellgje të mëdha uji, duke vështirësuar edhe kalimin e qytetarëve, ku mbase disave u duhet të bëjnë lëvizje akrobatike për të mos rënë në ujë apo baltë. Por problematikat nuk mbarojnë këtu. Në hapësirën ku është ideuar për fëmijët, këndi i lojrave është i shkatëruar plotësisht. Madje të jep idenë e një lufte të përfunduar dhe pasojat janë këto. Por fëmijët e qytetit tonë janë mjaft kreativ, edhe pse u mungon këndi i lojrave, ato vendosin të shfrytëzojnë Shatërvanin për t'u argëtuar. Kamera e Star Plus mundohet të jetë sa më vigjilente ndaj problematikave të Shkodrës, duke u munduar që të sensibilizojë të gjithë, duke përfshirë jo vetëm qytetarët, por edhe organet kompetente. Por sa do të gjejnë zgjidhje këto problematika të qytetit të Shkodrës, kjo nuk i dihet.